e para të marrë sa më shumë territori të mundur, pra për Rusinë nuk ka rëndësi është 2 kilometra, është 5 kilometra, mjafton të jetë territor, dhe e dyta është që këto luftime dhe shkatrojnë ushtrinë ukrainase. Pra sa më shumë shkatrohet ushtria ukrainase, kjo i shkon përshtat Rusisë. Një ndryshim i madh që ka ndodhur ditë e fundit është fakti që historia e Kurskut ka mbaruar. Pra, ushtria ukrainase nuk ndodhet më në Kursk, ushtria ruse ka marrë gjithë Kurskun në zotërinë të saj, kështu që nuk ka më ofensivë ukrainase. Edhe pse u konsiderua atëherë në gjatë verës një mini sukses. Në fillim ishte sukses, por më pas, duke qenë se nuk arrit dot objektivat e veta në javët e para, pastaj ishte një veprim jo dhe aq i arsyeshëm, si thua, të qëndronin në Kursk. Por në tërësi është harta që kemi parë, le të themi, në 2-3 muajt e fundit me ndryshime fare të vogla. Bëhet fjalë për ndoshta 10 km, 20 km katror ndryshime në ushtria ruse gjithmonë në tentativë për të avancuar drejt territoreve ukrainase. Mos kjo zona që jemi këtu afër Pokrovskut për shembull, kjo linja që ashtu është linja administrative në cilën kalon rajoni tjetër që fillon quhet Dnipropetrovsk. Pra ushtria ruse ndodhet rreth 5 km larg linjës së Dnipropetrovskut. Mund t'i shërbej Rusisë pra si thua ta anashkaloj Pokrovskun dhe të futet në Dnipropetrovsk me qëllim që kur të vi puna për të ndarë, si thua, territoret, thotë që unë heq dorë nga Dnipropetrovsku, hiqni dorë nga diçka tjetër. Pra mund të shërbej si një lloj Kalojmë pak te grafika. Te grafika e dytë është për të shpjeguar se si ndodhet gjendja sot prapë dhe një herë detin zi dhe pse intereson palëve të arrijnë një marrëveshje. Vijat e kuqe tregojnë lëvizjet tregtare pra tanijeve tregtare në detin e zi. Dhe ne shohim që në zona e Krimes dhe gjithë zona që është pushtuar nga Rusia në Ukrainë nuk ka asnjë lëvizje tregtare, pra nuk lëviz asgjë. Këtu është tërësisht e mbyllur. Dhe kjo i intereson në radh parë Ukrainës në pjesën tregtare. Pra në pjesën ushtarake thash intereson të Rusisë, në pjesën tregtare intereson Ukrainës. Sepse zona këtu që vazhdon të jetë ende në kontrollin e Ukrainës ka një lëvizje shumë të vogël të mjeteve tregtare. Zakonisht lëviz grur. Dhe rreth 75% e gjithë eksporteve të Ukrainës fakt kalojnë nga deti i zi. Prandaj nga pamja tregtare, kjo intereson Ukrainës. Pra që të mos ketë sulme, që anijet me grur të vazhdojnë të bëjnë lëvizjen që kalojnë në gushticën e Bosforit, në Turqi dhe pas në detin mesdhem të tjera. Pra kjo është një hartë që tregon fikse pse intereson Ukrainës mbi të gjitha nga pamja tregtare kjo marrëveshje, sepse këtu nuk po lëviz asgjë. Pra që shohim është lëvizja është krejtësisht minimale në pjesën që është duke luftuar. Gjithë lëvizja është në zonën që nuk po luftohet. Pra në zonat tjera, këtë është Rumania, këtë është Bullgaria e tjera. Shumë e qartë. Mirë, kalojmë pak te grafika tjetër. Do të zhvendosemi tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Këtu jemi në Yemen. U konsiderua gaf, tani ishte apo jo? Do të thënë, sipas informacioneve të fundit ka shkaktuar goxha stuhi. Demokratët kërkojnë dorëheqje. Unë mendoj që jemi tek 50-50. Pra mund ta kenë nxjerrë vet, ose mund të jetë dhe thuash një gabim. Unë jam shumë tek ideja gabimit, sepse në momentin që sekretari amerikan i mbrojtjes hodhi në rrjetin Signal, pra në rrjet komunikimi mesazhes, hodhi koordinatat në cilat janë goditur Houthit në Yemen, që koordinatat janë pikërisht këtu. Pra kjo më bën dyshoj që mund të jetë gabim, sepse nëse do ishte bërë qëllimisht si thuash për të nxjerrë ato debate që nxirreshin që përçmoi Evropa dhe tregojnë se çfarë urrejtë kishin për Evropën, mund të kishin ndaluar biseda aty. Por në momentin që nxorën dhe koordinatat për luftimeve që do bëheshin në Yemen, atëherë të bën dyshosh që në apipamja sigurisë, ky është amatorizëm gjigant. Pra, sepse aty kishe elitën e strukturave inteligjente të Shtetet Bashkuara, bashkë me zënë presidentin, sekretarin e mbrojtjes, si po diskutonin në Signal, si thuash, mund të shfunden në WhatsApp, këtë në Telegram. Planet e botës. Diskutonin planet e botës praktikisht. Dhe një prej gjërave që ishte interesante ishte fakti që i dërguari amerikan në konfliktin Rusi-Ukrainë, Steve Witkoff, e kishte hapur aplikacionin duke qenë në Moskë. Pra mundësia që shërbimet rusët ishin duke hakuar, si thuash, telefonin e tij në Moskë dhe të merrin informacionet që ishte duke dhënë në atë grup që po bën ata ishte shumë i madh. Kështu që ka shumë dyshime. Gjithsesi, e lëm këtë pjesë. Gjithë negociata ishte pikërisht për i rebelëve Houthi në Yemen. Pra gjithë çështja që po diskutojnë në Signal ishte pikërisht për këto koordinatat që janë këtu, me të zezjen raketat amerikane që kanë goditur rebelët Houthi në Yemen. Ky është Jemeni dhe Houthit janë me të kuqe. Zona që është me të kuqe që shkon tek deti. Pra ata kanë pjesën më strategjike, si thuash, dhe Shtetet e Bashkuara kanë goditur para disa ditësh objektivat që janë thuajse në gjithë zonën e kontrolluar nga Houthit, ka pasur rreth 53. Është një zonë e banuar, vetëm ta kuptojmë pak. Është një banuar, është një zonë e banuar, që ndrojnë mes. Kjo është zona më e banuar e Yemenit. Pjesa veriore e Yemenit është përgjithësi e pabanuar, ose ka shumë pak njerëz. Pra, pjesa në perëndim strehohen në zonat e banuara. Gjithë zona që është këtu është një zonë thuash e fisit Houthi ose atyre që janë në afrim me fisit Houthi, sepse është gjithë Yemeni është një zonë fisësh, si thuash. Pra secili fis ka territorin e vet.
Dhe ky është territori i fisit Houthi, që ka një territor shumë strategjik. Është organizatë terroriste. Është një organizatë terroriste që ka një territor shumë strategjik.